Programi ynë i kontabilizimit e loj është dhe do të vazhdoj të mbetet një ndër programet më cilësore në treg, në qarkullim. Kjo për faktin sepse risit në ndihmën tuaj nuk kanë të mbaruar. Sot do të paraqesim një risi tjetër që ka të bëjë me regjistrimin e këtij qeras, siç dihet mund të jenë në dy forma që lëshohen nga subjekte juridike, pra me TVSH, apo nga subjekte fizike. Atëherë, pra persona fizik. Për të parë si regjistrohet dhe çfarë risi ofron programi e loj, klikojmë vazhdo, dalim tek linket dhe siç dihet faturat e qeras, çdo faturë tjetër regjistohet në dritarin e blerjeve dhe mënyra e regjistrimit pra është e dy formave. Nëse bëhet fjalë për faturë me TVSH të lëshuar nga persona juridik, sigurisht do të pasi regjistojmë numrat e emër furtor, NIP e të tjerë, kalojmë tek llogaria 613 që është lezim e qeraje, vendosim vlerën e qeras, për shembull 100.000 lekë, vlerën e tatueshme, pra kalojmë tek TVSH, zgjedhim 20% dhe automatikisht ne do kemi regjistrimin e faturës, pra vlerë tatueshme plus TVSH, ndërsa për sa i përket pjesës së tatimit me qera, kjo faturë nuk ka tatim qeraje sepse ka TVSH. Dhe në këtë rast ne do të klikojmë 0, pra në opsionin e përqindjes së qeras, për efektet e tatimit do të klikojmë 0. Nëse fatura lëshohet nga persona fizik, atëherë si do të kryhej veprimi? Tek vlera e TVSH-s ne do kishim 0 sepse është faturë pa TVSH, pra do shënojmë vlerën bruto në vlerën e qeras, pra tek 613 dhe vlera bruto. Në përqindjen e qeras ne do të shënojmë 1, do të zgjedhim 1 dhe automatikisht pra llogaritet vlera e tatimit të qeras, e cila do të erdhet nga ne për llogari të pronarit. Ndërsa në kredi do të kemi pra edhe llogarinë kreditor që është detyrimi ndaj qeradhënësit. Ndërsa llogaria 448 në kredi është detyrimi për të derdhur në shtet. Faleminderit.